Por nuk është që ashtu. Ajo është një prej segmenteve të fotografisë të Bosnjë-Hercegovinës. Po është e vërtet që është situata shumë serioze, shumë e brisht, edhe ka ardhur deri te një zero-sum game që është në shkenca politike. Njëri do të fitoj, njëri do të humbë. Nuk mund mes atë kërkesave dhe zhbërjes të shtetit nga ana e Dodikut, edhe mbajtjes së një Bosnje përbashkë nuk ka më kompromis. Ilir, lëvizja e Ballkanit në dim që shkuar deri te lufta në Jugosllavi deri këtu, a beson se nëse vjen puna deri këtu mundet të mbajtë kontrolluar një konflikt i izoluar vetëm me Bosnën, a ka rrezik të i marrë parasysh edhe specifikat edhe problematikat edhe mos zgjedhja problemet? Radio ditë e poshtë deklaratin e Vučićit ishte tipik derisa ju drejtu dhe separatizmi hungarez. Mas Slobodana Miloševićit ishte era parë që isha pi Beogradit. Tash derisa nuk e kemi një administratë të stablishuar në Shtetet e Bashkuara. Ti e ke president, po State Department nuk ka shumë përgjithësi që duhet të emërohen. Në këtë lloj vakumi, edhe në këtë bisedat e reja Washington-Moskë, Dodiku po mundohet me maksimizu shpejt, me përforcu pozicionin e vetë për çka do që po e pret, edhe e ka për krahjen e Serbisë, edhe disa shteteve të Bashkimit Evropian. E ka për krahjen për veprimet cilat po i ndërmerr. Tash, ne po e shohim që përmirësimi i marrëdhënieve SBA-Rusi nënkupton që ata të diskutojnë gjitha çështjet e hapura globale. Tash, nëse ti je mirë me Amerikën, që ta thom kështu troq, mundesh me qenë përfitues për këtyre bisedave Washington-Moskë. Nëse nuk je mirë me ta, thjesht nuk je pjesë, si je pjesë. A sheni mundësitë të rrezikimit? A besos që mund me pas lëvizje të kufjeve në Ballkan pa luftë? Edhe a shem mundësitë të skalimit të situatës një konfliktit, të i marrë parasysh edhe të kaluar? Unë qëre nuk shoh në popujt Ballkanit nuk ka, ti mundesh me pas njerëz që flasin, por realisht një luftë e re ndërmjet popujve në Ballkan është fundi i popujve në Ballkan. Na 30 vjet s'po mundemi, apo 25 vjet nuk po mundemi me marrë veten pas luftrave në ish Jugosllavi, e kjo kishte me qenë një lloj fundi për neve. Do dukeshin disa gjenerata për me u kfill, për çfarë do konflikti që do të ndodhë. Ballkani para vetës e ka mundësi, edhe një mundësi tjetër. Mundësinë e bashkëpunimit në barazi, edhe identifikimin interesave të përbashkëta dhe kërkesave të përbashkëta karshi Francës dhe Gjermanisë, për shembull. Ilir, i kemi edhe pas minuta, e koma 2 pyetje. A beson që nëse arrin në konsolidimi i qeverisë në Kosovë, edhe zgjidhja problemeve për shkak të polemikave Evropa administrative kam jap kufit në aspektin e inkuadrimit të Kosovës dhe vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit? Jo. Nuk ka. Nuk ka... Se ka ditën kalu me marë vendime shablon. Ata për Ballkan, edhe më tutje thojnë, është mas pari Malizi, me mundësi me Shqipërinë deri në vitin 2030. Edhe në qatë pako me qenë Ukraina me Moldavin e na tjerë të kërkahiq. Unë e me dhe që kjo kish me qenë, nëse nuk punojmë ne të tjerët, me ndodhë kjo fundi, nuk ka përparim mo për këtë pjesën tjetër. Ballkani ose duhet i gjithë me u integru në BE me njëherë, 6 vendet, jo në mënyrë parciale. A beson këtë polemizim, këtë që ndodh mes Evropës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës mundet më hap një paketë për 6 vendet të Ballkanit? A ka zos? Jo. Nuk ka. Nuk ka nëse s'ka kërkesë të Ballkanit. Ballkani s'mund me kërku veç e veç, po vetëm bashkë. E së ndodhë në gjatë. E nëse i ke 6 ministrat jashtë, me 6 ministrat integrimi europiane, 6 prezident apo 6 kryeministra, cilë bashkojnë me kërkesë tashune në Francë, në Gjermani, edhe në Itali, me një diskutim të strukturum, për karshi qësaj situate, edhe na duhet me marë, qëre, nuk është rritja, fortuna geopolitike, nuk është veç rritja e Evropës, duhet jetë pjekuri edhe në Ballkan, duhet tjetë. Ilir, pyetja fundit, dhe një minutë i kemi kohë. Largimi Shtetit Bashkuar të Amerikës nga NATO edhe shurja NATO-s edhe kërkesë? As largim Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga NATO, as shuarjet NATO-s. Po nuk ka mo për krahje blanko-amerikane për 10 vende në Evropë, cilat nuk investojnë sigurinë e vetë,
edhe presin që Amerika ka me i mbrojt edhe 100 vjetë. Polarizimi mes Evropës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës se bani pra Britaninë e Madhe mu kthy, edhe pse jashtë gjitha kuadrave institucioneve të BE-s u detyru për shkak ka me rolin